karakteristika udhëheqjes, lëvizje të shpeshta dhe karakteristika që ka të bëjnë dhe pozitiviteti i kësaj shenje duket se është mjaft ndikuese dhe ka besim të fortë dhe shumë besnik ndaj punës dhe ndaj karrierave dhe njerëzve që bashkëpunon. Ka diçka shumë të madhe mes asaj që është realizueshme dhe jo vetëm. Prandaj ka mundësinë dhe rëndësinë që i japin vetes së tyre në lidhje me çështjet dhe vendimet. Por nëse janë ndikimin e tyre ose marrin një punë përsipër, ata nuk mund të marrin disa punë, por vetëm një punë po din t'ia dalin me sukses. Por si ndahen 10 diçat e kësaj shenje? 10 ditë i parë është dhe ndikohet nga data 23 deri më datën 30 shtator, që është 10 ditë i parë. Planeti personal që është Afrodita, që tregon fat dhe harmoni. Sjell gjithashtu në talente dhe në mundësi në role drejtuese. Afrodita ka vendosmërinë dhe ekonominë në bazën e vet. Janë shumë të zotë dhe kërkojnë qetësinë dhe mundësinë që atyre ju jepet. 10 ditë i dytë, që fillon nga data 1 deri më datën 11 tetor. Planeti personal që është Saturni, simboli i kohës. Ky planet në përgjithësi udhëheq mendjen dhe vendosmërinë. I bën këta persona të kujdesshëm, të durueshëm dhe respekt ndaj të tjerëve. Janë shumë të qëndrueshëm, kanë qëndrueshmërinë dhe marrjen e vendimit në raste të rëndësishme, sepse janë këmbgulës. Mund të kenë fitime në investime dhe sjellja e tyre bën që ata të fitojnë dhe njerëzit që kanë përreth. 10 ditë i tretë do të thotë nga ndikimi dhe mundësitë nga data 12 deri më datën 23 tetor. Që planeti personal që është Mërkuri, që jep këtyre personave logjikën, mundësinë dhe drejtimin e punës dhe udhëtimet. Ky planet luan një rol të rëndësishëm në lidhje me anën ekonomike dhe çështjet familjare, por dhe ndikimet të tjera që lidhen me punën, lidhen dhe me ndryshimin. Në qoftë se keni lindur në datën 23 shtator, që lidhet shumë me ndikimin e madh me shpirtin dhe ndikimin e punës dhe mikpritjen dhe dashurinë dhe pastërtinë. Suksese kanë në punë dhe jo vetëm. Ata mund të ndihmojnë shumë njëri tjetrin, janë të vëmendshëm në gjërat që bëjnë. Kurse në zhgënjime mërziten shumë kur bëjnë një nder dhe jo vetëm që ata e dinë dhe ku i bëjnë nderet, por ka njerëz dhe mërziten për arsye të disa çështjeve të tjera që të tjerët flasin për ta. Por gjithsesi, kjo datindje është mjaft pozitive. Kemi datën 24 shtator. Karakteristikat e datës 24 për juve të shenjës së peshoreve duket se merreni shumë me punën dhe me rolin udhëheqës dhe disa udhëtime shumë të rëndësishme që mund keni janë në anën tuaj. Prandaj në kohën e duhur, momentin e duhur, juve dini çfarë bëni. Vetëm do keni pak kujdes me dashurinë juve të kësaj shenje sepse lini pak pas dore me punë të tjera. Data 25, që kemi të bëjmë shumë në karakter mjaft i fortë, personal dhe rol drejtues. Kanë mundësinë dhe në vendet kyçe janë këmbgulës dhe personalitete të rëndësishëm në punën e tyre. Por duhet të kujdesen kur firmosin dokumenta sepse përshpejtojnë disa gjëra që nuk duhet, vetëm përshpejtimi. Duhet pasur kujdes, jo ncitimi. Data 26 janë në karakter, janë të qëndrueshëm, të shoqërueshëm, por luajnë shumë role të rëndësishme, edhe pse me dekorata, edhe pse kanë shumë dhe kanë rolin e filozofisë, sepse gjërat ndikohen dhe rregullohen, janë psikologë të shkëlqyer dhe në artet që merren dhe mundësitë kanë, kjo datëlindje është mjaft pozitive, lum ata që i kanë punë dhe mirë ata që nuk din vlerën. Data 27 kanë brillant, janë në punë, janë në karrierë, janë në ndryshime, janë në vendime, janë mjaft ndikime, por më të ndëruani pak nga zhgënjime, sepse kur mbyllni një punë për blerje ose shitje, interesi që keni për të tretët mund të përfundojë në dëm të madh për juve, sepse bëni shumë për të tjerët dhe lini veten tuaj në fund. Prandaj do keni kujdes juve të datës 27. Data 28, natyrë idealiste dhe romantike, përqendrimi më i madh në persona të dashur dhe suksese që keni në punë ose në blerje, por juve që merreni për shembull me e-change ose juve që merreni me tregti, ka indikim shumë të mirë të datës 28 shtator, ku është dhe momenti juaj. Data 29, jeni magjik, jeni krijues,
por mirë është sepse zakonisht ju merrni peshë kollaj të datës 29 për arsye të ndikimit dhe të genit, por gjithsesi talenti dhe mundësia nuk do të mungoj, mirë është të bëni një kontroll një herë në disa kohë dhe të merrni pak me dietën, se është mirë për juve. Data 30 shtator, mendje praktike, me shumë guxim, por që të pëlqen i mjaft të realizoni që plane që tjerët nuk munden. Juve e keni në gen këtë gjë dhe jeni shumë të durueshëm. Jeni udhëheqës të rëndësishëm, dini të balanconi dhe të respektoni të tjerët. Jeni bashkëpunëtor të shkëlqyer, por një gjë, thotë Jorgo, që mund të rrezikoni nëse nuk jeni të kujdesshëm për disa gjëra që duhen për punën tuaj, ose mirë është shmangni gjëra që nuk i dini mirë dhe mund të merrni përsipër si përmarrës, tu bëni pak kujdes. Kemi datën 1 tetor. Natyrë pa dukshme në fakt dhe nuk dukeni kur, sepse ju e keni ndikime, keni mundësi, keni elegancën dhe gjëra që ndikojnë tek juve të datës 1 tetor është një mundësi për shembull që mund të rregulloni ose stabilizoni çështjet ekonomike financiare, por do të keni kujdes me blerje. Zakonisht juve të kësaj datës 1 tetor, mirë është 2 ditë para, 2 ditë pas të rishikoni gjërat dhe mos mund nxitoni. Data 2, simpatia juaj dhe ndikimet më të mëdha që keni, juve keni mundësinë në rolin e artistët shkëlqyer të datës 2 tetor, kish në fëmijë e keni dhe mundësi. Keni një traditë shumë të mirë juve sepse mësoni nga gabimet. Edhe kjo do thotë në punë nuk humbni kollaj. Dëshirë e madhe për vendet e huaja që juve doni të realizoni gjithmonë. Data 3.